Rama është malla i fiktuar në kokën e shoqërisë shqiptare. Mendoni se nëse do të ketë ndërheqje të kryeministrit shqiptar Edi Rama, do të ketë një kurim po i shuaj, pra ashtu si thatë edhe ju më pas? Është vetëm rrugë, jo se mendoj unë, nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Mënyra se si është polarizuar sot diskursi publik në Shqipëri, sepse gabojnë këto të pushtetit, gjithmonë nga një dronë të ku ka shumë njerëz e prishin dronin, ku ka pak e ngren, edhe thot, pa ajo është relative dhe abuzive në fakt, sepse dronin mund ta ngresh 2 orë para dhe kap më pak njerëz, nuk ka realitetin, është abuzive. Megjithatë ato i remene që i kanë efekt, ato e përdorin. Nuk është numri, është forca e mesazhit. Populli shqiptar nuk është më dakord me këtë lloj qeverisje, por nuk është dakord edhe me gjithë politikën shqiptare. Kur thesh i ka prish gjumin opozitës, opozita shqiptare ka shkuar aty në parlament, zhvillon jetën e përditshme, kanë mundësi të komunikojnë me njëri tjetrin, kanë mundësi të kurojnë bizneset e tyre. Edhe presin kur të vijë mandati mas 4 vjetësh, mirë po shqiptarët nuk e kanë më këtë durim. Nuk e kanë. Është luksi është opozitar sot me 3-4.000 euro rrogë deputeti me favore që krijon në relacione shoqërore aty brenda në parlament, është luks i madh. Mirë po për shqiptarët nuk është luks. Unë i kam njohur nga afër demokratët kanë 13 vjet që dhunon, që persekutohen, që matë qëndrim, që nuk futen punë, kanë zgjedhur vetëm rrugën në Kurbetit si zgjedhje. Nuk kanë më durim me prit ato. Por këtë ka humbur edhe opozita ka humbur kredibilitetin e vet. Nëse opozita e donte vërtet ta mbështeste protestën, do të mjaftonte 20 deputet më të ri, të gjitha partitë opozitare, qoftë ai që ka dhe 1 deputet, ti bashkoheshin me njerëz që kanë një lloj shëndeti për të përballuar dhe sakrificat e grevesurisë. Unë e njoh historinë e politikës shqiptare, në 91-shin ka ra qeveria e Patos Nanës kur pa fitu zgjedhjet Partia Socialiste mas një viti, nëpërmjet një grevorie që u bën në minierën e Valijesit. Ra qeveria do bën zgjedhje të tjera. Në 97-ën po ashtu ra qeveria e Berishës, nga një grevorie që u bën nga studentët në Vlorë, dhe u kryu një qeveri teknike. Unë kam qenë atëherë kryetar bashkie në Shqak, Bashkim Pino kryetar bashkie në Gjirokastër. Bashkim Pino u zgjoll kryeministri i qeverisë teknike. Pastaj u bën zgjedhje të tjera. Kemi 2 precedent që flasin për rrugëzgjidhje institucionale pa dram. Sot shumë njerëz që duan mbështesin pushtetin e kondicionojnë me një dramë të madhe. Mirë që i kur Rama, po si të zgjidhet? Është shumë e lehtë. Një qeveri tranzicioni për një vit do ta ketë mandatin në kufizuar, do organizojë zgjedhje të ndershme, do të shkatërrojë rrjetin që unë do ta quaj rrjetin kriminal të patriotishtëve, që gjysmën e ndauron Rama këtë popull e çojë shtetit, gjysmën e merrën. Gjysmën tjetër e ka dhënë për gjysmë prap. Gjysmën e ka bën patriotisht, gjysmën në të patronazhuar. E ka sakatuar këtë popull, e ka bën copa. Ky është një shërbim kriminal që as Amikus na ka bë, që i ka bërë Rama kësaj shoqërie. E do t'japi llogari një ditë për këtë që ka bë. Patronazhistët është domi më i madh që ka Shqipëria. Duhen zhduk, nuk ka zgjedhje me patronazhist. 1000 herë më bën, 1000 herë i vjedhën dhe i merr pushteti. Nuk ka zgjedhje. Duke qenë se tashmë edhe protestat po zhvillohen në kushte të vështira për atmosferike, mos harrojmë se jemi tashmë në verë, dhe duke parë se qeveria nuk ka ndryshuar qëndrim, pavarësisht se është bërë 1 muaj e pak për atë ditë proteste, sa potencial ka që kjo lëvizje të vijojë edhe më gjatë dhe nga ana tjetër cilët janë faktorët që ndoshta mund të përcaktojnë të gjithë qëndrueshmërinë e kësaj proteste? Shiko, çdo gjë do të varet ke durimi dhe insistimi i protestuesve për ta çuar para të rrugë. Sepse unë thash, Rama si Garambër nuk është më Edi Rama që ishte përpara. Ju e pa dhe në samitin e Turqisë, Rama qëndronte i ulur, gjithë politikanët vizitonin me njëri tjetrin, atij si afrohesh kush. I ka ra komplet ai imazh i fallco që kishte ndërtuar. Sot bota perëndimore dhe vetë Amerika pa e kupton sa i lidhur është ky njeri me pushtetin e krimit, me pushtetin e oligarkëve. Ky u bë 13 vjet pushtet, s'ka bën një diskurs ekonomik as Parlamenti Evropian as Parlamenti Shqiptar. Ky si ka shpall luftë një klani kriminal në Shqipëri, që thoshin nuk i thu dot se e thot gjithë bota që ka. Rama s'ka një objektiv luftë një klan kriminal, përkundërzi i ka
bazën e tij në cilët vjedh vota. Që Rama, ajo, çdo ditë protesta i hek një sapat trungut modh që është Rama. Çdo ditë i hek një ashkën. Vetëm qëndrimi, asgjë tjetër, rezistenca. Duke qenë zoti Dika se kryeministri Rama në të gjitha reagimet e tij të fundit ka bërë disa dallime pra mes qytetarëve që shprehin të gjitha shqetësimet reale në protestë, por edhe përfaqësuesve politik të opozitës ndaj të cilëve ka përdorur një gjuhë të ashpër gjatë gjithë reagimeve të fundit. Si e interpretoni të gjithë të strategji komunikimit të kryeministrit shqiptar dhe mendoni se po synon tashmë ndoshta qeveria të ndaj protestën në disa segmente të ndryshme? Shiko Rama, kjo shvillim ka bo strategjinë e tij ndaj protestës. Që ta eliminoj se eliminon dot. Dashje pa dashje, protesta është një faktor i madh politik sot në Shqipëri. Ma shumë më i madh sa vetë opozita. Atëherë, ta godasi nuk ka forcë. Ka forcë ta relativizoj. Edhe shmarë gjithmonë duke i vendos bishta. Po të shikoni në për studio shërbëtorët e oborrit politik, të vetmi mision që kanë kërkojnë me i vu bishta. Mo nuk i takon të filonit, nuk i takon të filonit. Harrojnë thirrjen e fashme që bëni Mustafa Nano të mlidhen gjithë qelpsirët e Shqipërisë vetëm të rrëzojnë Berishën nga pushteti. Pra, morali i tyre që sot janë pushtet ishte ky. Edhe ne duhet pranojmë edhe një njeri që pas ka marrë një gjop nga policia, një njeri që ka një gjot tjetër, ka ardhur protest. Ati nëse i hiqet e drejtë e protestë dhe i hiqet me vendim kyçi, jo me opinionin e qeverisë. Nuk ka drejt qeveria me dhënë opinione. Qeveria ka detyrë me dhënë llogari. Qeveria është aty për të dhënë llogari qytetarëve, jo për të dhënë opinione qytetarëve. Janë qytetarët që japin opinion për qeverinë. Duhet ta dinë gjithë këtë punë, qeveritarët dhe qytetarët. Zoti Dika, nga ana tjetër, ndërkohë regjia më ndihmon pak edhe me pamjet që janë pas meje. Si komentoni të gjitha këto pamje që kanë ndodhur në protestë, ku ka pasur sigurisht qytetarë të arrestuar, gjë që nuk ndryshonte asgjë nga ajo që ndodhi në Zvërnec pra nga policia private. Si komentoni dhe ndërkaq ka pasur edhe akuza se është ushtruar dhunë ndaj qytetarëve në komisariatin numër 3 të Tiranës? Shiko, Rama me këtë që bëni zbuloi atë që mundon dhe ta mandët fshehur. Në radhë dhe policisë shtetit ka militant politik. Ato nuk mundin ta fshehin urrëtin që kishën mërë dhe s'postun ligjin vendosin urrëtin. Me ligj, policia nuk mund bëhet të reagim. Nëse kjo protest ka pas një në Shqipëni, 40 vjet protest paqësore ka qenë kjo. Se ka pas në herë, ka qenë kjo. Edhe të kish akuza nga Taulant Balla që godet me grushta policin me 21 janar, që këtë që e këtë dhunshme, kjo është fundi botës. Që që policia është në shkelët plot me ligjin dhe në demonstrim plot që është militante politike aty gosht. Nuk është policia shtetit. E qartë, zoti Dika, nga ana tjetër, nëse kjo përballje do të vazhdojë dhe të dyja palët, pra nuk do të ndryshojnë qëndrim qoftë nga ana e protestuesve dhe qoftë nga ana e kryeministrit Edi Rama, pra që nuk do të dojë të jap dorëheqjen, cila do të ishte zgjedhja më e mundshme? Zgjedhja e mundshme ka disa rrugë. Rruga e parë është drejtësia të vazhdojë punën e vet, e mbështet edhe nga faktorit ndërkombëtar, të nxjerrë gjithë dosjet që janë në sirtar. Dhe mjafton të godasish krimin ke godit qeverinë. Se kjo qeveri është lidhur në mënyrë të pazgjidhshme me botën e krimit. Mjafton të hapesh një dosje ke një qeveritar. Kjo bjen nga drejtësia. E dyta, bjen nga vota e mosbëjsimit marrë në parlament. Nga ndërgjegjësimi i deputetëve të majt, që unë shpresoj që dhe ato, po t'i vesh meni ka Ramës, shteti e Ramës, vetëm Taulant Balla flet favor të Ramës, as një deputet tjetër nuk merr më diskurse publike me mbrojtje Ramën. Edhe Taulant Balla është shumë interesum sepse është i përfshirë në shumë dosje tek Skaj Kroçati. Ka dhe i hallin e vet, prandaj se s'ka rrugë tjetër, për të o burgu o Rama, s'ka dy zgjedhje ai. Për ne i mbështetet aq shumë Ramës. Rama e ka marrë, se e peme që e ka marrë anën, edhe çështje kohë, çështje modaliteti. Rama po studion pas dorëheqjes veprimet
a do kem vota më në parlament, sa vota mund kem, si mund mbromi me kartonin. Nuk e ve mund diskutim Rama që do jetë kryeminist i Shqipëni. Asa i vet, nuk e ve mund diskutim. Duke qenë se do dika se përmend të drejtësinë, a mendoni se po arrin tashmë pak të mbroj edhe të veproj pra në mënyrë të pavarur, apo nga ana tjetër debati politik vazhdon të ndikojë në të gjithë perceptimin për drejtësinë? Shiko, unë e kam thonë vazhdimisht, unë jam ndër paktët që e mbështes SPAK-un, por e njoh shumë mirë nga afër vështirësitë që ka SPAK-u. Ne kërkojmë ata që se zgjidh një popull, ta zgjidhin djemtë e tij aq pak sa janë atë zyrë. Rrjeti i qeverisë, i lidhur me oligarkët, i lidhur me botën e krimit, u ka kapur gjithë strukturët e shtetit, është aq i fuqishëm, sa që duhet një lëvizje mjaft e kujdesshme dhe unë gjithmonë i vlerësoj veprimet e tyre.